Ajeti i respektit dhe i dashurisë, ajetul mawadda. Ahmed ibn Hanbeli dhe Taberani transmetojnë me zinxhir transmetimi të Ibn Abbasit, i cili ka thënë: teksa zbriti ajeti thuaj, unë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm se dashurinë për të afërmit, e pyetën të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, o i dërguari i Allahut, kush janë të afërmit e tu të cilët ne kemi detyrë t'i duam? Ai tha, ata janë Aliu, Fatimia, Hasani dhe Hyseini, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Të njëjtin transmetime përcjell Muhammed ibn Talha ash-Shafi dhe e ka quajtur të sakt tek libri Matalibu Suuli fi Manaqibi ala Rasuli. Po ashtu edhe Ahmed ibn Abdullah at-Tabari transmeton të njëjtën gjë në librin e tij Dhaqairul Uqba dhe e përdor këtë hadith si argument për të përforcuar mendimin e tij se ehli bejti janë Aliu, Fatimia, Hasani dhe Hyseini, Allahu qoftë i kënaqur me ta.